Po, ajo që më i me thonë është që janë disa projekte që publiku i ka pëlqy shumë, po vazhdojnë me u pëlqy edhe kjo për mu është një plus shumë i madh, një kënaqësi shumë e madhe, që në fundit i gjithë mundi po na shpërblehet. E po mundi shpërblehet, po ka edhe lodhjen e vet. Si mundohet këngëtarja Selimi të mbaj balancën mes jetës personale dhe asaj profesionale? Albina shumë mirë të seke që ku pi gjenë kohën, që shpo mënësh me bo balancin mes gjithave. Po, shqiqa, familja është primare për gjithë shka. Mirë po, edhe punën që e bëj me shumë knajtësi, me shumë vullnet, kështu që njëri u kurdon i gjenë kohë për të gjitha. Për punë, familja vendin e vetë, puna vendin e vetë, jemi ato ku kërkohemi mas shumëti. Nëse duhet që punës është momenti me jep pak ma shumë rëndësi, atër jemi të puna. Mirë po familja gjithmonë. Nuk është e lehtë mi majtë të dyjat një balans, për shkak se po marrin kohë të dyjat. Ajo për këtë temë shton se mundohet të jetë aty ku e kërkon publiku, e betohet që të bëj maksimumin që pasionin e saj ta shkrijë, ashtu siç ka bërë tash sa vite që është prezente, dhe me merite ka siguruar një vend të pastërt në treg. Të kalojmë tani te një pjesë tjetër. Linditës më mirë i pëlqen vetja si soliste apo në bashkëpunim me dikë. Për këto punë mund me thonë shumë fjallë të rënda. Të dyjat, unina si këngëtare bashkëpunimeve kam shumë raportet mira me kolegë, andaj rrjedhin edhe bashkëpunimet, po dhe si soliste vetë është një nuk më i mindadhu, se të dyjat jam ato. Mirë po, ka njerë mendoj që edhe kur jemi duet jepëm pak ma ndryshe një laramani kongës. Se cili epëm ato që ka prej vetës ma të mirën prej vetës, edhe po besoj që gjithmonë del diçka edhe ma ndryshe, po dhe ma bukur. Këngëtarja njohur është shumë aktive në duete, e madje siç e thekson dhe vet, njihet si artiste e tyre. Por, apo ka llogari ajo që të prodhoj kaq shumë projekte? A është për të klikimi matës i suksesit? Kthehet në atë mënyrën kur publiku e pëlqen. Sinqerisht më me thonë që nëse po pëlqejet diçka prej publikut, ajo është mënyra më e mirë që neve na shpërblehet. Klikimet janë të rëndësishme, sa e na tregon se sa po ndëgjohet, sa është e pëlqyer kënga jonë. Gjithë konkurenca edhe duhet me pas sepse ajo na shtyn, po flas personalisht, ajo më shtyn me punu më shumë. Nëse s'kish pas atër kishëm met në atë zonën e komoditetit edhe s'ka ma të mirë. Jo, ka ma të mirë, gjithëherë ka me pas, edhe ka ma të mirë, kështu që është mirë me marrë ata si një shtytje për me punu ma shumë, që me mbrit, kur mund me mbrit tjetër, mund me mbrit edhe ti, me punë, me vullnet, me tona. Këto interviste kemi filluar me angazhimet e saj si nën, por si arriti Lindita ta mbaj hermetikisht të fshehur shtatzaninë e dytë. Besom Albina, së se di qysh. Unë jam person që kam qef me postu gjithë shka, dhe rrjetet sociale, moj me thonë si shumica, qysh kem qef me postu diçka nga jeta private, ku shkojmë, shka vizitojmë, shka bojmë. Edhe me vetën jam habit që shka mujt me odoru, deri në mujnë e tejtë që nuk kam bo publike asgjë. Rreth shtatzanis. Mirë po, ja, që dësha me bo s'po dish me thonë, jo ndoshta ma interesant, po dësha me rujt atë privatsin deri sa të lindi, mirë po nuk mujta me qëndru. Se nuk e kam pas ndërmen deri sa të lindi me bo publike asgjë. Mirë po, ma thyn mendjen fotoshootingu edhe disa videot mira që mi bëni kompania, që shkova me i bo fotografit edhe ma thyn mendjen edhe pata qef një muj para se me lind dhe që bona publike që jam pritje të ambël. E qëse që shkom dëru, nuk e di asve. Për
Ndryshe Lendita kombinon muzikën popullore shqiptare me ritme më moderne dhe këngëdasmash që shpesh bën pjesë e hingjeve familjare dhe eventeve festive.